Vllazër besimtar, i agjerus të respektuar dhe të nderuar, kam kënaqësinë që takomi edhe këtë diele të mbajmë një ligjërat, një ders, i cili synon që të na zbut zemrat tona, të na zbut shpirtin ton, të na afron më shumti me Allahun fuqiplot përmes veprave tona, ibadetit ton edhe punëve tona. Nuk ka dyshim se këto ligjëratat e Ramazanit kanë dallim prej muajve të tjerë, nga se jemi një muaj të shenjtë edhe të bekuar dhe ku besimtarët duhet t'i kenë zemrat e tyre sa më të lehta, sa më të buta, sa më të këndshme. Po ashtu edhe shpirti i tyre duhet të shkarkohet sa më shumë prej gjitha atyre gabimeve apo mëkateve apo gjunaheve të cilat i ka akumulu gjatë 11 muajve të tjerë. Dhe ky muaj synon që ne na qet prej këtij muaji të pastërt, të afërt dhe të falur tek Allahu fuqiplot. Tema e sotit ka të bëjë me përkujtimin, madhërimin e Allahu xhaleshanuhu. Çfarë roli ka edhe pse ne vazhdimisht bëjmë ibadet, falmi namaz, mandej falmi edhe nafile namaz, mandej jemi pe atyre të cilët kudo që t'jemi bim shahadet. Mirë po, ki adhurimi Allahu xhaleshanu, jashtë asaj që është detyrim, përkujtimi Allahut, përmendja e tij, madhrimi i tij jashtë namazit dhe jashtë detyrimeve e ka një rol të veçantë tek Allahu xhaleshanuhu. Edhe ka një shpërblim të veçantë edhe të madh kapital tek Allahu xhaleshanuhu. Ne këtu kemi zgjedh disa ajete, edhe hadithet pejgamberit alayhis salam, që janë argument për dhikrin apo përmendjen e Allahu xhaleshanuhu. Çdo sen që flasim në fenë tonë duhet me qenë argumentume, o me Kur'an, fjalë të Allahut fuqiplot, o me hadithe, fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kuptohet vëllazër, synimi besimtarit është me fitu xhenetin. Por për me fitu xhenetin, ne këto vepra që i bëjmë, edhe këto punë që i bëjmë kanë për mumat. Është një ditë, është një moment që Allahu xhaleshanu e ka caktue el mizan, peshojen e tij. Çka është peshoja e tij? Kurani thot: "Wal waznu yawma idhinil haqq, faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum." Atë ditë do të vendosmi një pesho të drejtë. Pesho që nuk lëhatët as djatas as majtas, edhe nuk jaman krahun as kujt. El haq, është e drejt, është e vërtet. Edhe kanë mu peshu vepra tona. Femen thakulet me vazinuhu, ati që i rëndohet peshoja me veprat mira, ulaike humul muflihun, ata ko kanë të shpëtuarit. Kujt i rëndohet peshoja ti, mizani ti, themine kandari ti, me vepra të mira, a i thot është prej shpëtumve. Femen khaffet me vazinuhu, fe ulaike alladhina khasiru anfusahum. E kujt po ju letësoj ka peshoja me vepra të mira, a i ka prej atyre që i ka bon padrejtësive të vetës vetë, edhe ka prej të dështumve. Synimi jo në vëllazër që me dhikrën, përmendjen e Allahu xhaleshanu, ne ta fuqizojmë peshojen tonë, ne ta mbushmi peshojen tonë, ne të jetë peshoja jonë e randë me vepra jashta veprave të bamirësijës, jashta veprave humane, jashta veprave të trupit, të gjymtyrëve tonë, është edhe një vepër e cila vjen drejt për së drejti nga gjuha jonë, nga përkujtimi jonë, nga madhrimi jonë ndaj Allahut fuqiplot.